Përshëndetje miq, jemi sërish me Madam, sërish me podcastin tem, ju kom kallzu që pa punoj me shumë qef. Përballë meje sot është një njeri të cilin e kam njoftu shumë vonë në për studio televizive, në për debate të ndryshme, gjithmonë aktive pranë ekranit televiziv, gjithmonë aktive në të gjitha punë që kanë të bëjnë me gruan. Ajo është me shami, është islamologe, është e përfolën shumë, ju tashma e dini kush është mu Iqbal Huduti, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm, Antigon, faleminderit për ftesën në këtë atmosferë shumë të ngrohtë, po ndihem ma mirë se në shtëpinë time. Mirë se ke ardhur, është hera e parë që je në televizionin tonë. Po, hera e parë, po unë shpresoj të mos jetë e fundit edhe të vazhdojmë bashkëpunimin. Unë ty të respektoj për qëndrimet e tua, shpesh ka nxit qëndrimet e tua, ka nxit debate të ndryshme në shoqëri. Mirë po, çka kam mujt me vrejtone edhe çka kam dallu, është që merrem pjesë të vogla të cilat diskutohen masanej edhe keq interpretohen. Fillimisht, po du me të vetë, ti si islamologe, me trega edhe më thuaj, a duhet na me ju tut Zotit, apo duhet me e dashtë? Shiko, edhe Zoti kur e krijon njeriun, e krijon përmes dashurisë. Jo që s'ka mund me kriju Ademin pa nane pa bab, ose Jezusin, Isaun, e ka kriju me nane pa bab. Por Zoti dëshiron që përmes dy të dashuruarve, që nënkupton dashuria, të krijoj një krijesë tjetër. Pra ai mundet me kriju krijesa tjera edhe pa nane pa bab. Mirë po, çdo gjë, çdo zanafil e krijimit fillon përmes dashurisë e jo përmes ndëshkimit. Prandaj, kur ceken ato versetet e ndryshme që janë pak ma të trishtueshme, do të digjeni, do të ju ndëshkoj Zoti e tjerë, ato janë, si themi ashtu, një paralajmërim që shiko, Iqbal mos e bën këtë punë, sikur se nana, kur i thot fëmijës, mos kështu se ka me gjetë kjo, e tjera. Apo sikur ligji përcaktohet për kriminalin çka do t'i ndodh, por edhe Zoti në një farë mënyre jo për t'i friksuar njerëzimin, që ai është ndëshkues, në realitet është edhe për disa persona ndëshkues, sepse do t'ishte i pa drejtë nëse një i keq nuk ndëshkohet, qoftë edhe në ligjet e tona. Kështu që unë mas shumë të i mendoj se Zoti është plot dashuri, prandaj edhe merre me mend Antigona në versetin 222 të surës Bekare, Zoti thotë të dashurit e mi janë ata që gabojnë edhe pendohen. Do me thënë, shiko, njerëzit që gabojnë edhe po pendohen janë të dashurit e Zotit. Edhe këtu e nënkuptojmë atë dashurin ndaj Zotit, dashurin ndaj profetit Muhammed, dashurin ndaj familjes tij, që profeti Muhammed me një rast thot, kush ma don Fatimen e ka dasht Muhammedin, kush e don Muhammedin e ka dasht Allahun. Do me thënë si shkallëzohet kjo dashuria, niset te femra, te vajza ma e dashur e profetit, shkon te profeti ma i dashur i Allahut, edhe prap këto të trija ndërthurën me fjalën dhe ndjenjen dashuri. Po, na kena ndëgju shumë shpesh që thonë Zoti fal, edhe është ma i mëshirshmi. Po nëse e fal edhe nëse është më i dashuri edhe më i mëshirshmi edhe të gjitha atributet që i ka, thonë që i ka 99. Po, mjenë mirë sa thellë, po i kuptoni këto gjonet. 99 emnimet e Zotit janë të gjitha emnimet atribute, të cilat ai i posedon, e pse atëherë njerëzit e kanë njell frigën në fe edhe në dashnin ndaj krijuesit. Shiko, kur Islami dhe këto mësimet hyjnore interpretohen nga ignorantët, kur klerikët e veshin atë gjybën i themi ne, atë mantilin, qoftin të krishterët apo muslimanët,
e veshin atë mantilin e gënjeshtrës, dhe kur fenë e kuptojmë sipërfaqësisht, jo në thelb, atëherë njerëzit kështu e interpretojnë si një fe e cila ndëshkon, si Zoti është ai ndëshkuesi, domethënë komplet përmes frigës. Edhe për fat keq këtu në Kosovë, kjo ka si themi, ka depërtu në shoqërinë tonë, sepse janë bazamenti i kësaj për mi ju tut dikujt, është do me thonë mentaliteti i dopt, edhe varfëria. Edhe une e shoh që mas luftës në Kosovë, shumë ka mund kjo ideja fetare e muslimanëve që ta duan në Zotin përmes frigës, kanë diku te populli jonë, sepse gjithmonë populli jonë shqiptar, sidomos në Kosovë, na edhe në Shqipëri gjithashtu, na e kemi ngulit në shpirtin tonë ato frigën. Frigën hajtë se popull komunist atër, jo hajtë se kanë me ndënu, i kanë dëshku njerëzit, edhe kështu që edhe besimin në Zot, edhe pse jemi 95% musliman, po ka ma shumë njerëzit që janë intelektual, nuk e kanë pranu islamin si një besim që t'jep frikë. Por frigën edhe e kanë marrë ma shumë nga shtresa ma e ullt, të cilët kur s'kan pas një dashuri ndaj fëmis, ka qenë turp, baba me majtë vajzën, djalin, në prehen. Edhe kur ka fol baba, ka qenë autoritar, ka pas frikë, nuk ka pas respekt, po frikë. Edhe kështu që na jemi rritë si popull me frikë, qoftë ndaj sërbëve, qoftë ndaj regjimeve. Frika është blokada ma madhe. E kjo, për këtë arsye, ju tash si dietare që jeni në aspektin e energjisë dhe në aspektin e gjanave spirituale, ju ndoshta ma mirë mush kishet mund me na tregu edhe mu edhe krejt popullatës. Në çdo moment kur na kemi frikë, na kemi një blokadë dhe nuk mujmë me arrit kapacitetin ton të plot. As mendor, as në punë, as një aspekt, kur do që kemi prezent frikën. Por ideja jeme ishte që ta të bisedojmë bashkë këtë pikpamjen që pse a ka gabime ose a ka mëkate që bëhen nga dashuria. Shiko, unë mendoj se nuk ekzistojnë ato. Mëkate që bëhen nga dashuria mundën me thënë flijime, sakrificë nga dashuria. Ndërka që mëkati, vetë fjala mëkat, gjunah që i them në gjuhën e popullit, ajo është një kalim i një norme humane. Tash, mund themi ne se ato normat humane i kanë vendos njerëzit, është okej, shumë rregull, i kanë vendos njerëzit. Mirë po, prapë se prapë, dashuri kanë edhe kafshët, edhe njerëzit, por në realitet e dojnë njëri tjetrin, kanë ato instiktet edhe te kafshët që kur duhet të çiftëzohen, se pa atë dashuri, pa atë ndjenë s'kishin mund mu çiftëzo, por këtu na duhet me dallu dashurin, mëkatin edhe diçka që ka e donë. Për shembull, te na femrat, çdo femër që hyn me një lidhje, ajo hyn me një person duke mendu se ka me kriju dashuri edhe ka me dasht atë burrin. Edhe ajo me kalimin e kohës kur nuk hyn në një dashuri për me pas në mendje se ka me unda. Ndërka arsyeja është sepse femrat din me dasht, a burrat din me dashuru. Falni, burrat din me dasht, i pëlqen dikush e don edhe është grabiqar. Don me pas, sikur gjahtar. E gratë janë gjithmonë preja e gjahtarit. Kështu që gratë, unë e them që ato dashurojnë. Një grue mundet me dashuru vetëm një person. Pra, kjo duhet me dallu me dasht edhe me dashuru. Gruaja një mund ta dashuroj, po pastaj mund t'i donë edhe një tjetër,
pra mas martesës, pra mas shkullorëzimit e tjera e tjera. Ndërka që mashkujt din vetëm ata me dasht. Me dasht një krijes bukur, sepse i tërhek. Sepse është prirje testosteroni, është i krijuar për me tërhek, për me pas nevoj për dikant që është e gjinis kundër në këtë rast. Prandaj, mëkati gjithashtu lidhet edhe me epshet. Kur na i kemi epshetona të menaxhuara mirë, atër nuk mundemi qatë shumë me anu ka mëkati. Por shikoni sa bukur e thot Zoti, nëse dikush e bën një mëkat, për shembull po e zojmë një femër, sonte e ka bën një mëkat me një mashkull. Por në mëngjes, me njëherë ka thënë, pse e bëna. Në qajo, pse e bëna, çmohet te Zoti. Por nëse dikush tjetër e ka pa, se kjo është lidh dashuria, po me mëkat. Po te tjetri, po e lidhi me pyetjen e juaj, tjetri e ka pa edhe e ka përfol. Në atë moment, thot, më mëkatar është ai i cili ka përfol, ose i ka thënë keme pati, kome ta qit faqen e zezë e tjera, se sa ky që e ka bë mëkatin. Sepse ndonjëherë kur bëhet mëkatin nga dashuria, nga epshet e jo mirë menaxhuara, pastaj nëse ai pendohet o Zot lutem fal se gabova, në atë moment Zoti prap e jep faljen edhe dashurinë ndaj atij personi. Këtë sjellim dashuria është interesante sepse po kom qef me spjegu publikut se shpesh nim gjykime të njerëzve të cilët e interpretojnë fen islame në një aq shumë të ngurtë edhe aq shumë të pa ndjenja, të pa emocion. Kjo ishte pyetja jeme, a ka mëkat, a ka gabim që bëhet prej dashurisë, duke dasht me spjegu që çkado që të nisësh me bo me dashni, ti nuk mundesh me gabu. Nuk është vetëm akte morale ose dashurie ose çka do tjetër, por çka do që të nisësh me bo? Çka do që të nisësh me bo? Ma e mirë kjo, ama gabim, se gabim edhe mëkat ka pak dallim. Pse cili është dallimin mes gabimit edhe mëkatit? Tash ju po thoni çdo gjë që e bëjmë për hir të dashurisë nuk ka gabim, shumë e vërtetë është. Sepse çdo kush ka një depo, si me thani, background që e ka kultivu dashurinë. Po çdo kush nga fetrati, nga natyrshmëria e Zotit, por nëse na gjatë jetës kemi fut urrëtje në zemër, atëherë Zoti po thot, o njerëz të mi, i vetmi vend të ju është zemra. I vetmi vend imi tek ju është zemra. Unë jam ma afër jush se sa damari i zemrës. Ka verset kuranor. E tash thot, mos lejoni që në atë vend të futet urrëtja. Sepse në momentin kur urrëtja futet në zemrën tonë, ma aty dashuria e Zotit largohet. Prandaj, mëkati edhe gabimi janë dy botë në veti. Gabimi mund të bëhet për shkak dashurisë, por edhe mund të del që ai gabim nesër për hir asaj dashurisë së sinqert, ai gabim me qenë një mrekulli, sepse ke bën një gabim që ke dashuru, për shembull, ose ke bën një vepër që ndoshta njerëzve si ka pëlqy. Mirë po, ai ka pas dashurinë tënde e ke shpreh në atë art, qoftë në këndim, qoftë në aktrim, qoftë në një emision, edhe pa marrë parasysh që të tjerët mund ta numrojnë si gabim, por nëse është sinqeriteti në dashuri, atëherë ajo ka me dhënë shkëlqy vetveti. Unë mendoj që energjia kryesore në botë që sillet këtu është dashnia në fakt, sepse produkti i dashurisë është edhe urrëtja, edhe smira, edhe inati, edhe xhelozia, edhe gjithçka është produkti i energjisë dashurisë në fakt, energjisë fillestare. Po, edhe hakmarrja. Edhe gjithçka vjen për një dashuri diku.
Dyshi gjitha që bëjmë. Edhe këto mos na vjen momenti kur na duhen me përdor faljen. Sepse nëse nuk do të kishte ekzistu falja, të gjitha dashurit në ishin shëndru në urrejtje, vrasje ose çka do tjetër. Sa është e rëndësishme me fal, Iqbal? Falja, Zoti thot, kush je ti që nuk me fal, gjerisa unë i fal njerëzit. Falja është, si thëjmë, burrnia më e madhe, qoftë e femra, qoftë e mashkulli. Një njeri që din me fal, ka me qenë i falur. Nëse ti nuk fal, është një thënie profetike, thot, për shembull, thot, dikush e ka bën një gabim, një mëkat ndaj teje, edhe tash ti nuk ja fal. Thot, a ke dëshirë që të fshehtat e tua me të dalë në mejdan edhe personi jot më i dashur, ty mos të me ta fal, kjo është disa si një kushtëzim që do me thonë ti falja bashkëshortit tant, në mënyrë që edhe ti të metat e tua, sekretet e tua mos të dalin në mejdan. Prandaj falja është si me hlem për varë. Pra një plag e fal edhe aty shihet madhështia e një personit e cili fal. Mirë po nëse njëherë dikush ka gabu ndaj teje, e ke fal, ajo është gabimi ati. Po nëse dytën herë i njëjti me person prap gabon diçka dhe prap ti e fal, tash ti diçka je gabim. Po nëse tretën herë dikur i njëjti person prap gabon me ty, edhe ti prap e fal, e valla duhet mu konsultu me një psikolog. Pse ai person vetëm me ty po kërkon, po bën këto gabime. Prandaj edhe jeta na mëson që fëmijët, për shembull, kur gabon diçka, duhet s'paku një 2-3 ditë, sidomos këtyve adoleshentëve, pak mi nejt me qehre, me fytyrë, mos mi dhon zemër, edhe pse ai kur vjen te nona, ai gjithmonë e ka dashurin, po thot, "Ua, nona s'po flet. Çka është e mbrolur? Kam bë diçka një gabim." Pra, e tretën ditë duhet m'ja fal. Edhe burrave njësoj duhet m'ja bë. Unë bile për me ja fal, unë i kam 3 kushte, po s'vëdia është emisioni mi tregu. Mirë po, edhe burrave duhet në psikologji, thuhet, nuk duhet me ndëshku fëmin, po duhet m'ja marrë një gjë, për shembull tabletin, iPadin, diçka m'ja mungu prej asaj çka e don, prapë si po lidhet, sa bukur antikon, po lidhet në dashurin. Edhe burrit njësoj duhet 3 ditë me i majti natë, po une normal në matri jemi konë edhe shumë të dashuruar, se në ato jam dashuruar në moshën 17-18 vjeqare dhe falë Zotit 40 vjetë jemi bashkë, edhe shpesher më bajken, shpesher nervoz, na herë edhe nervozat mëdhaja, idhnimet mëdhaja, a diçka thash, 3 ndëshkime, i ki për 3 ditë, e tha, qka e kom, tha, shko rezervoje një dhomë në hotel, se po të mërzitet shpia, pak po duhet me ndru, edhe shko, thash, rezervoje një darkë, edhe përgatite një dhurat, që kjo do me thonë pak mja vështërsu faljen, se ti qëse gjithmonë i falë, gjithmonë ka me gabu. Prandaj, edhe falja e lyp vendin e vetë, mirë po, është madhështore. Kjo do të thotë që dashnin duhen me dhënë me karar? Po, me dhënë me karar edhe me ditë kur me dhënë, sepse në qëse nuk e vlerëson një burr apo një fëmijë, qëse nuk e vlerëson dashurin tënde edhe si non, edhe si bashkëshorte, atëherë pa marrë parasysh që ne jemi përgjegjës ndaj njëri tjetrit për punë që kemi, por duhet me i caktu kufit. Kufit, se kur kuptojnë njerëzit, hajtë se Antigona po falë, që i bëj që ka du. Do me thënë, prapë, falja është e madhe, po gjerisa na nuk i kryojmë kufit për veten tonë, nuk të vlerëson kërkush. Iqbal, ti ke pas disa deklarata të cilat kanë bo bujt madhe, njëna për tyne ka qenë për martesën e burrit. Po. Edhe asnjëherë nuk të kam një saksisht të e spjegu që atë duke dëgju se sa e dënë burrin tanë, sot unë po kam qef me ditë cili emocion të ka qu në atë moment që ti me i thonë burrit martoje shoqen teme. Shiko, dashuria kur fillon me një person, në kohën e rinis, aty flet vetëm
zemra. Nuk fletat shumë mendja. Mandej kur e kultivon dashurin, që e ka kultivu burim shumë dashurin mes meje dhe ti, atër fillon edhe mendja. Kur janë mendimet e mira, kur vinë nga një person, do me thonë janë njohurit e mira. Tash, mendimet e mira i shihja të burim, se o shumë human, ka qenë në para luftës, ka ndihmu me para, me biznes, me gjitha. Kur i kja dikush mendimet e mira, do me thonë i ka dhe njohurit, burimi nga dikund po vjen. Kur vjen burimi i mirë, i dijeve, që për neve në ato dy ishim hoxhallar në atë ko, unë medresen, ai medresen e kishte të përfunduar, pas taj në fakultetin, atëre kishim burimin e njajtë. Burimi njajtë ishte Kurani. Na ishim musliman, si janë këtë Kosovë, po veç jo me emër. Por ne dëshironim që edhe atë Kuran të praktikonim. Edhe burri jem shpesher thëjke, a përshena muslimant kemi drejt mu martu me 4 gratre. Thëshë une, po, ju muslimant keni drejt, po burri jem thash kur të realizon ti bare një 10% e Kuranit në vepër, atër une vetë të gjaj. Ashtë si me shaka. Edhe ishte koha e luftës, normal, profeti Muhammed, pa që e Zoti qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ka qenë i profeti më i njoftun për empati. Për atë arsye e ka fitu një popull që ka qenë degradim, degenerim total në atë kohë. Edhe falë Zotit që unë për veti si person empatinë e kam tepër të zhvilluar. Edhe e kom pas burin i cili edhe tash e falë Zotit është mirë me situatën financiare, në atë kohë shumë ma mirë, po thuaj se milioner, edhe unë e kom pas një shoqe mësuset Kuranit, edhe ajo ishte ndame, problem me burin, të shpia e vetë, familjare, tha, bre, sa zamet ko ka me nejt e shpia e babës, si që dim, nuk i apin këtu vajzave trashëgimin. Tha shumë zamet koka, edhe unë i thash burit, që thash, ta shpëtojmë, thash një grue, sepse ajo kërkon të punë, po tepër e bukur. E mirë edhe nuk e këshyrin të na shqiptarët është ma ndryshen, që se të vdes buri, e këshyrin kanë kujdese, ja lypin dorën e një grue që ka jetim. Po në që se e ka burin gjallë, edhe ka fëmi, hezitojnë, zdojnë shqiptarët me marë me gjithë fëmi gruën. Që unë i thash burit, që thash t'ja blem një banes edhe ta martojmë. Edhe më drejtëm i thonë, ajo ishte mësuse e Kuranit. Unë i kishëm 100 nxans. Deri tash 1000 nxans që kanë marrë certifikata për kryerjen e hatmës Kuranit. Edhe qatë shumë kanë ndihmu edhe mu, e drejtëm i thonë, burim normal i shëndosh, me gjitha karakteristikat e një mashkulli, e thash, pse edhe pak mos ta liroj veten, të na thë një avte ajo, një avte une. Mirë po, une këto i ku marrë shumë gjona normale, ambeso motrat e mija nuk më kuptojnë, nuk e pranojnë këto, edhe pse janë me 5 vakte namaze, me mbulesa e tjera e tjera. Që unë kom dash prej ati altruizmi tim, me kriju edhe një familje, burit tim pra, mu martu me qatë mësusen e Kuranit. Mirë po, pastaj po paraqiten aty problemet, jo të kjo e para, po e të e dyta që ka qenë doktoresha, dhe ajo grueve, problemet e interesit. Jo po ato këto, shiko, zoj, unë e kom fitu milionshin me burin tem, dërka që ti si grue dytë, duhet mi ditja do regula. Edhe kjo ka qenë vetëm ofert, ka qenë, nuk ka qenë martes. Edhe burjem bile thoi ke pse po donë mi shtit therë komës. Të më të në atë aspektin. Dhe më thonë ato nuk pranuan. Që nuk kanë qenë, ajo jo që s'ka pranu, po e pashë nuk është besimtare mirë. Nuk është. E mu për besimtare, për me mapru, për jo besimtare, për me mapru një qaj, një kafe, une se kisha konsideru si shërptore ata. Po si gruaja e dytë e buritem, madje, me islam nuk i drejt as një fjalë me që për të gruaja e dytë për gruën e parë, as nga të gruaja e dytë e para, duhet shumë drejtësi, po plus mu hiq nuk më kishë interesu, sepse në muslimanët nuk i mbajnë gratë me një dhomë,
me një shtëpi. Këtu të na në Kosovë, me njerë, a thonë që gruaja dytë, me njerë mendojnë se në i dhomë gjumit ka mi pas, me një shtëpi ka mi pas, harem ka me ba. Mirë po kjo ka qenë vetëm ofertë, nuk ka qenë martes, tash imi ba 59 vjeqë, unë aj 60, nuk kemi nevoj, jetojmë të lumtur, i mjaftojmë njëni tjetrit, mirë po, si e re, kam dasht me ba, për altruizmin tem, sepse edhe një gruës tjetër në krushet marë. Mirë, ti ke dasht me ba për me ndihmu një gru tjetër. Edhe materialisht, edhe moralisht. Po, a ke menu ndë njëherë, a do të kishe qenë gjeloze nësaj, do të kishte shku të një gru tjetër? Te një grue me një qa, nuk i kisha qenë gjeloze sepse nuk po banë kur një mëkat. A nëse shkon të një grue tjetër... Këto e na të folë për emocionin tanë. Po emocioni o lidhet me bindjen, sepse në momentin, sepse Zotin Kuran thot, martoni lavirin me laviren, të ndershmin me të ndershmin, të moralshmen me të moralshmin. Tash, kur e marton burim një grua tjetër, do më thënë burim është i ndershëm edhe shkon me marrë një grua. Por nëse burim, shembull, donë mos me pas grue të ndershme, me një qa, me obligime, me përgjegjësi, po donë me pas një grue të ndershme edhe me pas me dzeza. Në moment, njëherë ja kisha falë, sepse ka gra që dojnë me ta, ndoshta shoqja jeme, dëshiron me ma prish statusin tem, si nane fëmijëve, si zoje shtëpis, si një zonjë e një burrit, mirë po, prandaj një herë ja kisha falë, ama dytën herë me më trastu burim me një grua, me një femër të pamoralshme, sepse ajo nuk është halal, çfarë të bani, që ka bani atëherë morali këto? Une ishëm da, sepse Kurani s'ma lejon. Mu Kurani nuk ma lejon i pandershmi burimi, pandershëm që shkon gjithë natën me gratë, që unë i quaj lecka, edhe në mëngjes vjen të kun. Ajo është i pandershëm. Me njëherë, Zoti më thot, duhet me unda prej ati burit. Plus, nëse burim kalon në krishter, bohet i krishter burim. Në atë moment, qatë natë, une duhet munda. Ateist, duhet munda, talak, shkurërzim. Une jetoj me fenë. Jetoj me islam. Vetëm pak, nuk jam të të vetën e për regullat, unë jam të të vetë për emocionin tanë. Po emocioni me bindjen ti me lidhet. Jo, veç pak. Çka nësaj do t'ishte dashuru në atë gruan e ditë, edhe e kishte dasht ma shumë se ty. Burat veç dojnë, burat nuk dashurojnë. Burat dojnë edhe kanë përgjegjësi. Se atëherë po alen burri gruan për një gru tjetër, alen gruan me fëmijë edhe shkon të një gru tjetër. Aty e len, po më varet nuk i ka pëlqy ajo gruja e parë, po ka bo fëmi, edhe janë da. Ma mirë është munda se sa me bo jetën gjenem. Edhe shkon të tjetra, por pasojat i vinë, si të fëmija, si të gruja, familja prishet, familja është e shenjtë. Prandaj unë kur vinë zyrën time kam Antigon për konsulta bashkëshortore psikosociale, edhe kam raste vjen gruaja edhe thot, jam 35 vjeçare, kom dëgju burri mu ka dashuru, bla bla bla, tha çka me bë? Thash, leja fëmijët burrit ton, në kulmin ati janë fëmijët. Ti mundesh me shku, kur të donë, shko meri, ka një muj, ka një javë, fëmin që e ki me të meta, e ki ishte një fëmi si me të meta, ato mere kujdesu se ki nanë, ato mundesh me marë me vetin, ndërka që tjere duhet me qenë nën kulmin e burrit. Tha shtuj zotnis, po zotni, ma se po dënë munda, fëmit janë tu, urno vjehra jeme, këshyri fëmit e djali tanë. Tha shbunja një test, ja ka po kështu më beso, kur ka ardhë, edhe burri edhe gruja janë pajtu, sepse ajo e dashura, ka thonë jo, unë ty po të du, a më nuk po të du fëmijët e tu. Do me thonë që ka ta kthen emocioni lidhet me bindjen, me besimin në Zot. Normal, unë i do t'isha gjeloze, kur burri jem nuk të regon që ka dashnore, sepse aje din që ka e gjenë. Se një herë ja fali, ama dytën herë unë i thamë bye, urno fëmijët e tu, sepse urno fëmijët e tu janë, unë kur du mundim i marë, i ndihmoj me para send, ama unë jam e re, unë duhet mu martu.
Sepse në qose nuk martohem, unë t'i këshyri fëmijët e tu, ti shkon kryon familje tjetër, zotni, a i kryon komplet familje tjetër, nana plakët me fëmijët e burrit, ose e humbë gjendjen shëndetësore, ose e humbë moralin, sepse çdo femër ka nevojë për një mashkull. E një mashkull shqiptar, me pas një grue, me 3 fëmijë, tu pas vajza beqaresha, nuk shkon me marë atë gruën me 3 fëmijë. Plus kur e din që burrin e ka gjallë. Prandaj, nëse na emocionet tona i menaxhojmë me besimin, bindjen e fortë në Zotin, as pak na nuk shkelemi. Sepse fëmijët janë i tha ajo zonja, tha shkotho i fëmijëve, burrit tanë, merri fëmijë, se unë jam e re, unë du të mu martu. Atër dashnurja tha jo, tha s'pëdu, edhe u bashkun, e kuptun që Zoti ma mire ka bo, a gratë tash moderne, edhe ligji pja lejojnë, po shkojnë për i marin fëmijët, normal, gjenja njënës është shumë e madhe, unë s'po thamë krejt me pre kontaktin, po me flejt fëmija në kulmin, sepse ajo grues mundet me gjetë një burr tjetër, ajo plakët të këshur fëmijët e burrit. E këtu 3 po i marin fëmijët, burri pja jep ose s'pja jep alimentacionin që është, pja jep ajo plus hisën fëmijëve të vetë nuk i jepet hisja, trashëgimia i jepet kur të vdes burri. Ajo ja lyp me do e mos, okej ti lypja, na kemi një juriste bile që kërkon pasurinë e burrit. Nuk kam unë pasuritë e burrit. Unë e kam kur të ndahëm, që ose 10 vjetë kam punut tek burri, e logarisim sa, unë e s'duja marë 50% e pasurisë burrit, haram e kam për veti. Ama ligji po e thot, po ligji të lenë edhe me bon ndërhyrje, të lenë edhe me bon marveshje. Sefte në martes, kur të martohemi, i thonë zotni, ti nuk i hisen në pasunin teme që e fitoj gjatë martesës, as unë nuk kam hisen në pasunin tënde që e fiton gjatë martesës. Kretë këto e në marveshje. E mande kur të ndahemi, nuk e ndajmë 50-50. Se është e pa drejt. Hajde për shembull 50-50 kanë jetu 10 vjetë, kur gjës ka kriju në martes, burri edhe gruja, përveç që kanë hangër, kanë pi, banesën e kanë pas, janë shetit, gruja e është kujdes për vjehërit, për fëmijët e saj, e tash s'ka, në bank i ka veç 5.000 euro. A qaq vlerë ka ligji i Kosovës që ka bo 50-50, a qaq vlerë ka ajo gruja mi marë prej 6.000 eurove, 3.000 burri, 3.000 gruja? S'ka logjik, hiq. Unë si pranoj ligjet e Kosovës të gjitha, por ama, është e mira që ligjet e Kosovës të japin mundësin. Bile thënë, ajde, a mundesh me heqë dorë. Edhe këtu, ti mundesh me respektu 50-50, po në qofse në martes, unë kur shkoj, zotni, unë nuk e du 50-50, unë jam mësimane, i kam parimet e mija, nuk ta du pasunin tënde haram qofse e fitoj, e marë, sepse mu ma cakton zoti, qofse unë për shembull jam intelektuale, rroga ime mujore është 1.000 euro, për shembull, edhe ajo oda e burrave, oda e ligjeve, edhe 10 vjetë unë kam jetu me këtë personin, s'ka kur gja me da aj me mu, mirë po ka pasuni, që e ka trashëgu prej babës vetë, edhe nuk ka kur gja me da, atër, qësë unë jam kanë intelektuale, 1.000 euro e kam mujin, por s'kam punu sepse zotnia s'ka dasht, ose s'ko mundun e me gjetë pun, por unë jam kujdes për familjar, prej 1.000 eurove, ajde thot 500 euro largoje, sepse ke hangër, ke pi, ke nejt, ke shetit, atër, për 1 vjet i bjerë, 5.000 euro, 6.000 euro viti, e një grua i ka kushtu, që po donë mu divorcu. Për 10 vjetë është 60.000, e a i zotnia ndashet ashet shtëpin, ndashet ashet banesën, që ka të donë të banë, 60.000 euro ja ka borç kësaj grue bashkëshortës e cila e ka bo zot shpije, e ka bo babë fëmije, edhe e ka bo burë shoqënie. Do me thonë, janë ligje që duhet ma shumë mu koklavit, ama mbesoni Kurani shumë lartë e ngrit gruan. Këtë deshta më të veta e feministe?
Unë jam feministe, mirë po nuk pajtohem me disa raste, si për shembull thot kur thojnë bëhu si burr. Pse po e ngrit mashkullin për mi gruan? Unë jam femër dhe unë du me nejt grua. Grua du me nejt ajo bëhu si burr, sepse kjo barazia gjinore dyqysh po na shtyn neve me u bë si burrat. E pse me u bë si burrat? Pse me njëherë pja jep një standard më të lartë. Ndërkaq për me mbrojt gruan për të drejtat e saja ligjore, aty jam plotësisht feministe. Sepse ta jetën kam punu në dy fusha. Në fushën e edukimit dhe të drejtave të grave, si dhe në fushën e humanizmit. Prandaj, jo me lumtur që jetoj në Kosovë, por me pas mundësi, nuk kisha jetu ma gjatë në Kosovë, kisha dalë për shkak padrejtësive që mbohet nga ana institucionale, se nga ana e popullit normal, ata janë popull, flasin edhe mirë edhe e keq, të kuptojnë e të keq kuptojnë, mirë po ligji i Kosovës duhet pakës me u ndryshu, sidomos në çështjen e grave. Në trashëgimi, unë edhe për veti kam fillu një fushat, mos heq dorë, edhe besoj se do të gjej bashkëpunëtor si nga aspekti mediave. Çka është fushata mos heq dorë? Mos heq dorë është ligjë, nën ligj ashtu themi, që kur vajzat e tona dëshirojnë me marë pasunin të trashëgimin prej babës, jo prej vllaut, ata ligji e ka bën një mundësi për vajzat, jo për meshkujt, po një mundësi që motra mundet me thënë, okej, unë po heq dorë. Unë kisha punu, misioni im, tash edhe derisa të vdes, në këtë fushë do të punoj sa ka mundësi, që këtë ligj me largu prej ligjeve të Kosovës, sepse kjo vetvetiu bën mos barazi gjinore në mes të femrës edhe mashkull, sepse unë në historinë e popullit shqiptar nuk kam dëgju një vëlla që ka thënë unë po heqi dorë prej krejt pasunisë babës edhe po shkoj te pasunia e gruas, ose po shkoj me qira. Nuk kam dëgju. A femra ka me qindra femra që thojnë unë po heqi dorë. Prandaj, unë kisha iniciu këtë fushat edhe kisha dhënë një deklarat që organet e drejtësisë të punojnë rreth kësaj me kriju mekanizma kushtëzues, që vllau, para se me qitë shtëpin e babës vetë, në emër të vetë, me bo një mekanizëm që ai duhet pa tjetër me ja dhënë edhe motrës. Sepse në qose është një shtëpi abanes në emër të babës, ato pyetën edhe motrat edhe vllaznit. E kështu me kriju një mekanizëm si për shembull para Albin Kurtit, kur ka në pushtet, ka qenë nëse ti ke pas me regjistru veturën, është desh njerë paravrakisht me shku me kry tatimin në pronë të shtëpisë. Për ndryshe, vetura nuk të është regjistru. Prandaj këto zonjat që janë delegate, që përfaqësojnë gruan, ato duhet me punu në këtë çështje, edhe pse më vjen keq që si vjeç unë hyra në politikë, kam pas shumë dëshirë. U bë deputete edhe ti? Po, me u bë deputete, kudo, kisha mund deputete pambarur, por normal unë kam edhe moshën, angazhimi do t'ishte më i madh. Prandaj, si do qoftë, ndoshta është më mirë kështu, i kam ja do plane tjera që të punoj me një emision që po pres përgjigje spari nga Klan Kosova, po pres përgjigjen për këtë emisionin pa paragjykime me Ikbalën. Të ata kam shumë respekt, sepse kanë punu për me ma kthy imazhin që para 5 viteve, se sot 5 vjet unë kam qenë e burgosur në Burg, prandaj faleminderit që më ke ftu edhe ato traumat e mia po i harroj, kështu që nëse Klan Kosova ka punu për mu me ma kthy imazhin, mendojnë që unë mundem me qenë shumë produktive, vetëdijsuese popullatën për pa paragjykime me Ikbalën, atëherë unë vazhdoj, kam alternativa tjera, besoj se edhe me juve kisha pas një bashkëpunim shumë të mirë,
që ta bëjmë një emision për vetëdijesimin e vajzave, grave, njerëzve të cilët janë paragjykuar. Për shembull, unë kisha bërë një test. Antigona, tash po dal në vendin... Patjetër, Urna. Në vendin tënd. A keni qenë ndonjëherë e paragjykuar, e keq kuptuar dhe si jeni ndjen? Une? Po, bashkë ta bëjmë moderatorës. Shumë herë e paragjykume, me paragjykimin jam ballafaqur herën e parë mas divorcit tim të parë. Edhe ka qenë periudhë kur kam pas marrë me dalë në rrugë. Wow. Kur shoqet e klasës se ka ndruar në rrugës mos më fol. Edhe kam kalu periudha shumë të vështira, po tash i kuptoj njerëzit që paragjykojnë. Tash ka ardhur koha kur të gjithë ata të cilët atëherë ka ndruar anën e rrugës, tash ngajnë në anën tjetër të rrugës me përqaf. Edhe ka qenë një periudhë që si di ka herë kur mendoj... Po ju si jeni ndi, se ajo shumë e trishta, anën tjetër me pas një shoqe dashur dhe ashtu mos janë. Po, ka qenë shumë e dhimbshme, sepse ata njerëz që e kanë bërë punë, ata më kanë njoftë mua, e kanë ditë kush është Antigona. Mirë, po i kanë besuar më tepër thashë themeve se sa më ardhmë me vetë mua se çka ka ndodhur në fakt. Është rrethi i vogël edhe njerëzit nuk pritojnë marrë me vetë ty ku po të dhem, po kanë makallaj me vetë dikon që aty çka i ka thënë dikush në përvesh. Po sa po shihet ata kanë fol mrapa, po kanë met mrapa. Po. Ju keni shkuar shumë përpara. Sido që tjetë, mendoj që paragjykimi është një farë motori për secilin njeri, sepse të bën me kuptu veten, me qenë krenar me veten, të bën me kuptu se sa vështirë ka qenë me arrit deri këtu ku arrim, mas paragjykimeve, nëse nuk paragjykohesh edhe të shkon jeta kështu pak si rafsh, zëri kemi mësu dëmsime. Sa interesant. Po, veç ka dhe prej atyve që nuk mundin mi te kalu paragjykimet. Unë kam dëgju që ka dhe deri te... Tash unë du me folë në emën Zotit. Tash unë kryta rolin e moderatorës. Unë thëmë Zotin nuk qënë që ata që ka të smunësh me dyru. Kështu që edhe paragjykimin kur ta qënë Zotit, ta ka qumë me një mision. Për Zotin nuk është zërë kur gjohë, unë e thëmë gjithmonë. Edhe për ata që të gjykojnë, ose të paragjykojnë, ose që e ka një mendim për ty, ose për mu, ose për këndo tjetër, e kanë për me të nëzit ty atë vullnetin që ti mu qu edhe mi kalzu se kush je. Se ndoshta edhe vetë ka qenë në qësi gjendje, po ka njerëzit që nuk janë të fortë, interesant. Po nuk, mendoj që paragjykimi i dëmton njerëzit, unë mendoj përkundrazi i forcon. Ju si një eksperte që jeni në media, çka mendoni, a kishim mund me bë a kishte mund ky pa paragjykime? Programi me qenë i dobishëm për shoqërinë, apo si avlen? Po, nëse do të kishin ardhur njerëzit me kallëzu të vërtetën e vet, shumë pak kemi gra, sidomos gra, që janë gjendje me kallëzu historinë e vet. Kemi shumë raste të grave të cilat janë keq trajtuar, ndoshta edhe jo vetëm prej burrave, se prap burri kur të mendon, burri është dikush që e takon gjatë jetës, mundesh me qenë me ta, po mundesh edhe mos me qenë. Edhe me te kalu. Por kena raste të ndryshme të grave që kanë përjetu dhunë në familje bazike, që kanë përjetu dhunë prej fëmijëve të vet, edhe probleme të natyrave të ndryshme, por unë shoh se punoj me njerëz që nuk janë të gatshëm me i thënë publik ata. Po paragjykimet deri ku e kanë... Po paragjykimin me mujtë mi trajtu mas dritares, diku më sheft dhe më folë me kërkan. Po, vetëm ju që e thatë që to më pëlqej shumë mirë, sepse përmes paragjykimeve, për shkak paragjykimeve, ju keni arrit më ngrite. Kjo, pa paragjykime, me Iqbalën, unë që ashtu e kam mendu si projekt, mirë po në ndërkohë me fut edhe rrëfime të bukura, sepse na gjithmonë jemi të prirë me tregu vetëm rrëfime që të kanë dhënë dhimbje. Po faktikisht unë këtu, në këtë emision e kuptova paragjykimi që ka arrit
me bo çfarë ndjenje ka kriju, po dhe dëgjova një rrëfim të bukur për Antigonë. Faleminderit shumë Iqbal. Une me ty kam shumë tema që kam qef me i fol, edhe po e paralajmëroj publikun që ti do t'jesh prap pjesë e këtij emisioni. E njëna prej temave të cilin kam qef me i bo ekskluzivisht me ty, edhe që do të na marrë një emision të tërë, besoj une, janë gratë e Muhamedit a.s. Po kam qef me i trajtu se cilin individualisht në mrena një emisioni për karakterin e tyne, për kontributin që e ka ndonë familjes pejgamberit, edhe qëllimi Qëllimi ka që shumë grave. Qëllimi ka që shumë grave. Ideja e mirë. E kam pas këtë ide shumë moti, edhe lutsha Zotin me të taku, edhe të kom taku. Edhe falimderoj Zotin që ma ka dhanë mundësin me të pasë në studio, edhe juve që më keni përzgjedhë mu me qenë misafire juja. Kënaqësia ishte e jemja, edhe shikus besoj që kena me vazhdu me emisionet e tjera, edhe me projektin që Iqbali e ka pregadit, që thot mos heq dorë, vajzave të cilat hekin dorë nga pasuria, trashëguese e familjes vet, e babës vet, edhe janë ideja të cilat po zhvillohen, 2026 po vjen, edhe besoj që për të gjithë neve ka me pas hapësirë me dhanë ideja të ndryshme. Për bukurinë time me kujdeset miliona estetik, e cila ndodhet përballë postës madhe ka qenë, po tash është rruga B, fundi rrugës B, është një objekt i madh në katin e tretë. Miliona estetik merret me të gjitha shërbimet estetike, e mu mërun mos mu plak që shtu më ka shtin konzerv. Edhe po si shpeca të rshita. Mashallah du të me dha. Më ka konzervu. Bëne një terminin e juj përmes Instagramit, edhe dini porosin që ju japun në çdo javë. E falimderojmë Iqbalin që ka qenë me neve sot, shpresojmë që t'jetë prap, ju t'jeni të butë për veten edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët. Mirupafshi.